E ka quajtur kapitulli zullumit. Mirë po zullum i veçantë, baghi. Se i thojnë zullum, dhulm, edhe i thojnë baghi. Çka baghi? Është zullum me planifikim dhe me nxitim. Kur ti nxiton me plan, me boni zullum. Kjo baghi. Andaj Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar të gjitha llojet e zullumeve. Dhe pastaj ka sjell një varg hadithe që Imam Buhariu, ka sjell hadithin e Ibn Abbasit, ka sjell polemikën mes xhenetit edhe xhenemit. Edhe ata 6 njerëz të cilët ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam mos me pyet për ta, dhe të gjithë ata bojnë zullum. Pastaj ka sjell një hadith tjetër nga Abi Bakra radhiyallahu anhu, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith, ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, krejt gjunahet Allahu çka i ka bë gjunahe, ka mundësi me shti dënimin sa doje vetë deri në kiamet. Ka shumë gjunahe lloje ndryshme. Zoti me dashë të dënon në dunja, ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, me dashë ja shtin ahiret. Përveç 3 gjunahe, ato vinë dënimet më njëherë. Vini re kësaj të dëruar që madh. Ka plot gjunahe njëri ban mes ti dhe Zotit vet. Thot pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, me dashë Zoti e fal, me dashë të dënon, me dashë ja shtin dënimin ahiret, dunja kur çose gjej. Përveç 3 gjunaheve. Kush i ban këto 3 lloje gjunaheve, ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, yu'ajjilu Allah bi sahibiha min hal Allah chatina ya bedanimin min hal. Cilat janë këto 3 gjunahe? E para, el baghi, zullumi. Zullumi me paramendim, zullumi me menim, zullumi me plan, zullumi me nxitim. Kur ti nxiton mi bosh ardikujna, nxiton me shkel dikan, nxiton mi bo padrejti dikujna, Allahu xhelala ka garantuar se kam i ardhënimi. Andaj krejt që në dunja që ka të ndodhë për zullumit, tjeni të bindur që ka marrë dënimi. Qfar forme nuk e dina, tjeni të bindur që ka marrë dënimi. Mos të gaboni as 1 milimetër me gjishue që Allahu subhanahu wa taala s'ka mu hakmar. Le ta pështjellin që shdojnë, le ta manjovrojnë që shdojnë, le të manipulojnë që shdojnë, pa e pru Allahu dënimi nuk e le. Që shdojnë ne të mledhen 100 seminare, le të bëjnë qka të dojnë organizatat, pa e sjell Allahu ndëshkimin për ata fëmijë të vdek pa faj, se le Allahu xhelala. Krejt komplet që kanë marrë pjesë aty. Kjo është e parë, el baghi. Kjo vlen për shoqërinë, vlen edhe për individin. Qofse edhe ti ki bëu këshillë stan zullum, ka me ta kthi Allahu subhanahu wa taala. E dyta, wa uququl walidain, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe kush rebelohet ndaj prindërve, Allah në dunja mirët me ta, jo në ahiret, këtu në dunja. Ja prish Allah jetën mbi këtu. Wa uququl walidain. A e dini të ndëruar gjëmat, se Allahu subhanahu wa ta'ala me një fjalë, me një folje e ka kërkue falëndërimin ndaj vetës, ndaj ti dhe ndaj prindërve. Wa anishkur li wa li walide